Katër vajzat e ish mësimdhënësës Melihati Nura kanë vazhduar betejën për t'ju njohur e drejta e trashëgimisë në pronë që i takon nënës së tyre në qendër të Prishtinës. Për këtë të mërkurën u mbaj dëgjim publik në gjykatën kushtetuese lidhur me vlerësimin e kushtetueshmërisë së aktgjykimit të Supremës. Afërdita Nura Lama, Euforie Nura, Diana Nura Saatqiu dhe Servete Nura pretendojnë se për njësinë e banimit u mor vendim brenda 3 ditësh nga komuna e Prishtinës për t'ju rënuar objekti. Kryetari i kushtetuesës Nexhmedin Rexhepi tha se parashtruesit pretendojnë se u janë shkelur të drejtat e pronës. Palë në proces janë parashtruesit e kërkesës, komuna, Agjencia për Krahasim dhe Verifikim të Pronës dhe Agjencia Kadastrale. Parashtruesja e kërkesës, Afërdita Nura Lama, tha se trashëgimtarja e shtëpisë Melihati Deva Nura nga gjykata komunale ishte shpallur trashëgimtare e pronës në vitin 2005. Me veprimet e njëpasnishme për vite e vite me radhë, shkeljet e drejtat e pronarës Melihati Nura në pronësi, prej konstatimit për rindërtim të datës 17/10/2007 nga drejtorati përkatës të refuzimi të njëjtit drejtorat për shkak të rregullimit dhe planifikimit të hapësirit, datë 7/11/2007, edhe pse të gjitha shtëpijat për rreth janë private dhe janë rinovuar apo rindërtuar, vetëm shtëpia e pronarës jo. Zyrtarja ligjore në komunën e Prishtinës, Rina Govori, theksoi se ky institucion e ka njoftuar palën paditëse se objekti në parcelen në fjalë nuk ekziston. Komuna e Prishtinës nuk e ka kontestu pronësinë cilën e ka fitu falja paditëse në bazë kontratës shitblerjes të vitit 93 dhe të njëjtën e ka pas të regjistruar në bazë të aktvendimit të vitit 93 të drejtorisë kadastrit, mirë po e njëjta nuk ka mujtur të evidentohet në certifikat të pronësisë për shkak se nuk ka ekzistuar kadastri etazhor deri në vitin 2012. Nadir Shuqriu nga Agjencia Kadastrale tha se për të regjistruar një objekt në kadastër së pari duhet të identifikohet fizikisht në terren. Kjo nuk ka qenë e mundur të bëhet për shkak se siç u thek edhe nga parafolësit objekti ka qenë i rënuar në atë kohë, po flasim për vitin 2018-19. Dhe mbi bazën e kësaj, Agjencia Kadastrale e Kosovës e ka refuzuar ankesën e palës dhe nuk mund të evidentohet një njësi kadastrale inekzistente. Vetondimi nga Agjencia Kosovare për Krahasim dhe Verifikim të Pronës u shpreh se më 2007 kanë pranuar kërkesë për të drejtën e pronësisë mbi pronën banesore. Zyrtarët e agjencisë kanë vizituar pronën me 22 Ftorit 2008 me qëllim të njoftimit të personave të interesuar për procedurën e cila është duke u zhvilluar. Por në pronë nuk është gjetur askush dhe prona është gjetur se është banesë e dëmtuar. Pretendimet e zyrtarit të Agjencisë për Krahasim dhe Vlerësim të Pronës se prona është vizituar më 2008 i hodhi poshtë parashtruesja e kërkesës Afërdita Nura Lama. Ai u tha se objekti i banimit nuk ka qenë aq i dëmtuar dhe nuk ka paraqitur rrezik. Kryetari i kushtetuesës Nexhat Rexhepi tha se vendimi do të ofrohet me shkrim në ditët në vijim.